dy të preferuara tuaja, Rina Bilurdagu, Marcela Çibukaj. Mirpo fituesi i The Voice of Albania është vetëm një. Kush do t'jetë ai, e vendosni sërish ju. Hapim edhe një herë televotimin. Votat që do dërgoni nga ky moment e mbrapa do të mblidhen me votat që keni dërguar deri më tani. Dërgoni Rina nëse pëlqeni atë në 55099 ose Marcela në po të njëjtin numër 55099. Votohet nga të gjithë operatorët në Shqipëri e në Kosovë, një vot kushton 100 lek pa TVSH. Emocione vërtet të forta këto që sapo përjetuam, të cilat natyrisht kanë patur edhe honor në tyre në rrjetet tona virtuale. 17 javë në fund këtu. Unë jam me dy prej yjeve të The Voice of Albania, me dy më të pëlqyerat e publikut, jam me Rinën dhe me Marcelën. Vetëm njëra prej të dyjave do t'jetë zëri i Shqipërisë, do t'jetë vokali më i preferuar, do t'jetë The Voice of Albania. Ju keni votuar dhe keni zgjedhur të preferuarën tuaj. Sidoqoftë, secila prej të dyjave ka diçka për të thënë përpara se unë të lexoj emrin e fitueses. Nga ta nis? Po nis ka ty. Atëherë para se të kuptojmë gjithçka, pa marrë parasysh çfarë do të ndodh, Voice do të mbetet një ndër kujtimet më të bukura të jetës sime. Edhe kam aq shumë njerëz për të falendëruar, po filloj nga më e rëndësishmja për mua, e cila është familja ime. Falenderoj shumë, posaçërisht nënën time që ndodhet këtu, të dua shumë. Ka qenë gjithmonë pranë meje në çdo hap të jetës time. Duke vazhduar me publikun e mrekullueshëm që më solli deri këtu, ju falenderoj shumë, jam shumë mirënjohëse. Edhe duke përfunduar me ëmbëlsirën për në fund, trajnerën e cila ka bërë një punë të palotshme me mua. Falenderoj nga zemra. Falenderoj shpirt. Marcela? Unë po jetoj një ëndër, sepse kisha shumë vite jashtë shtetit dhe nuk e imagjinoja dot kur që do kthesha përsëri në Shqipëri dhe për të realizuar pasionin tim më të madh, muzikën. Dhe për këtë dua të falenderoj nënën time, babain tim që ndodhet në Itali, motrën, të gjithë publikun shqiptar, të gjithë The Voice of Albania. Faleminderit. Me qënë se jemi tek vazhda e falenderimeve, edhe unë kam disa të mijat për të bërë. Së pari natyrisht për trajnerët e The Voice nuk mund të gjenim në asnjë një vend tjetër më të mirë se këta që gjetëm. Elton Deda, Miram Cani, Alma Bektashi, Sidrit Beleri. Po përveç trajnerëve të dukshëm, kemi patur edhe disa trajnerë të pa dukshëm, pa të cilët The Voice nuk do të ishte ky që ishte. Dua të falenderoj pikë së pari maestro Dorian Gjonin, gjithë ata që kanë punuar me orkestrën, djem të audios, post-produksionit, të gjithë. Dua të falenderoj gjithashtu regjisorin e programit, Ergys Lubonjën, me të gjithë skuadrën e tij, me montazhierët, me operatorët, me teknikët, audio, video, të gjithë cilët kanë kontribuar për ta bërë vizivisht The Voice një eksperiencë komplet ndryshe në ekranet shqiptare. Dhe natyrisht dua të falenderoj skuadrën e Rezar Takës, me kryeredaktorët, redaktorët, organizatorët, gjithë ata cilët kanë punuar ditë natë për të bërë një spektakël si ky. Dhe natyrisht gjithë të tjerët të cilët janë pjesë e strukturave të Top Channel, të cilët na bën të mundur të përjetonim një ëndër çdo të premte mbrëma. E tani është radha, është koha. Ka ardhur momenti që të zbulojmë fituesen e The Voice of Albania. Kush do të jetë fituesja e edicionit të parë? Trasim zarfin. Po më thonë që ende nuk është gati zarfi, kështu që sa zarfi të printohet të bëni gati. Natyrisht secili prej jush ka nga një batutë të fundit. Po nis me dy zonja dhe zonjushat në fillim. Alma, për ty, në fund çfarë vjen të thuash? Asnjë. Asnjë gjë. E kuptoj. Miriam. Nëse ke diçka të fundit për të shtuar. Na ndihmoni të blejmë edhe pak kohë që të bëjmë zarfin gati. Ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. Ky është një fillim shumë i bukur për karrierën e secilit prej këngëtarëve që kanë arritur deri këtu. Dhe natyrisht shfrytëzoj edhe rastin për të thënë që një nga elementet
Më të bukura të kësaj eksperiencë për mua ishte natyrisht edhe njohja dhe miqësia me Almën, Sidritin dhe Eltonin, sidomos në aspektin njerëzor, sepse këto janë më në fund ato gjërat që mbeten. Faleminderit. Sidrit, mua personalisht do marri malli për batutat tua, të betohem, ë? Dhe me zi po pres edicionin e dytë, uroj që të karikohesh dhe të mbledhësh shumë... Atë nuk e dim, sepse unë shpresoj që t'jemi shëndosh herë, sepse 17 javë të them drejtën, nuk isha asnjë garanci, prandaj edhe gjej rastin të falenderoj Zotin e gjithësisë që i çova shënosh e mirë këto 17 javë këtu. Dhe them drejtën me të vërtetë që do më lërë një boshllëk shumë të madh e parandjeshje tashti, The Voice of Albania. Kam përshtypjen që do lë një boshllëk shumë të madh në ekranet e gjithë shqiptarëve, sepse kam përshtypjen që ka qenë një emision ikon, një spektakël që do ngelet ikon në mendjet e shumë brezave, mund ta them. Falenderoj Eltonin, falenderoj Miriamin, falenderoj Almën, që isha mes tyre. Edhe se di, tash ju blokovat. Falenderoj edhe ty gjithashtu. Falenderojmë njëri tjetrin, u bë çështje falënderime. Shto, e fundit për ty. Dihet që një eksperiencë e tillë çdo kujt prej nesh ka për t'i munguar. Sepse në radhë të parë u familiarizuam shumë, sidomos me këngëtarët dhe mbi të gjitha edhe në këtë skenë, edhe në studiot ku ne kemi punuar, gjithçka ka qenë pothuajse le të themi organizim perfekt. Dhe kuptohet që mbas kësaj pune shumë intensive, sado me punë tjera që mund të merremi ne, gjithmonë do ndihet boshllëku i The Voice. Mirë, nga ana tjetër, unë mendoj që kushdo nga vajzat që të fitoj, sigurisht që do fitoj një zë i mirë. Ky ka qenë qëllimi im, i Miriamit, i Almës dhe i Sidritit, që në fund fare të vinim me dy zëra realisht të mirë, realisht të bukur. Dhe kjo gjë neve na jep kënaqësi. Të paktën mua si Elton më jep jashtë kënaqësi, po jam i bindur që edhe kolegët mi e kanë ashtu. Çdo gjë që ka bërë The Voice of Albania është në shërbim të shqiptarëve dhe është krejtësisht në shërbim të kulturës të popullit tonë. Të shkëputemi nga gjërat, le të themi nga disa gjëra që nuk janë të rëndësishme për muzikën, dhe ja kush është vërtet, vajza këndon, Marcela këndon, Enrika këndon, Lundrimi këndon, të gjithë kanë kënduar këtu, kanë qenë në moshat vogla, dhe unë them që këto talente le t'i shfrytëzojmë dhe le t'i marrim në dorë dhe t'i punojmë që t'i japim shqiptarëve zërat më. Alma? Tani unë djeva në faj me që tash nuk kam asgjë. Për pos që do më marë malli për gjithë shka, do më marë malli edhe për punëtorët e skenës. Ata na janë bërë vërtet mi gjatë saj periudhe, që na kanë ndihmuar shumë për gjitha. Mirë, erdhi koha, kush do të jetë fituesja një kontrate 2 vjeçare me Universal Music, dhe do të ketë fatin që zëri i saj, zëri një shqiptare, të dëgjohet në tregjet ndërkombëtare të muzikës. Thrasim zarfin. Publiku ka vendosur që fituesja e The Voice of Albania në edicionin e parë është Rina! Rina Pilur Dagu, Alma Bektashi, dysha fituese në The Voice of Albania në edicionin e parë. Unë ju ftoj të gjitha në skenë, bëjmë mbylljen e programit. Një natë emocionuese e cila mbyllet me momente fantastike.
Uroj vërtet keni kaluar një mbrëmje të këndshme, do të shihemi bashkë në edicionin e dytë. Natën e mirë, paçifat. Jesus on fire!